Me vite të tëra e kanë mbajtur në zemër si lutjen më të madhe të jetës, e sot, më në fund po bëhen gati t'i përgjigjen thirrjes për në vendet e shenjta. Mes emocionesh e lotësh gëzimi, gratë haxhiken nga Mitrovica po përjetojnë ditët më të veçanta të jetës së tyre, teksa përgatiten për ta kryer obligimin e haxhit. Në takimin informues të organizuar nga Departamenti i Gruas në Mitrovicë, u fol për rregullat dhe përgatitjet që i presin gjatë qëndrimit në Mekë dhe Medinë, por mbi të gjitha, aty u dëgjuan rrëfime që buronin nga shpirti. Por to, haxhi nuk është vetëm një udhëtim, është një ëndër e ruajtur gjatë, një lutje e përsëritur ndër vite dhe një ndjenjë, siç thonë vet ato, nuk përshkruhet me fjalë. Një lajm i papërshkrueshëm është. Më thonë veçëm ashtu që sa vite jam duke kërku për më shku në haxh, tash më ka ardhur momenti. Për patira Allah, nuk po më shasnaç më shpas kërkon. Më thonë është një moment i papërshkruar që po më vjen koha për me të për haxh, edhe shumë emocionume. Janë do emocione shumë përzime. Se gëzimi që po shkojnë në haxh, edhe një farë frike se mos nuk po mundemi kry procedura si që duhet me kona, dhe me qeni haxh i pranuar, se Allah me qeni kënaqur me neve. Jo më gëzu shumë, pa as di me tregu gëzimin çfarë me të jënë, çfarë gëzimi kom pas. Për mua do me thonë një ndjen be krejt jetës, fejnë fimeri e derisa që të vetë gëzim matë madhë s'kom pas. Knaqësi matë madhë s'kom pas, se që ma ka mundësu Allah me shku me vizitue shpina Allahit ati kërë shumë falë. Nuk muna me ta përshkru, është diçka një gjatë që është e pa përshkrushme. Vetëm ai që e ndjen, mundet me ditë se për ndryshe nuk përshkruhet gëzimi, diçka pa kufi ka qenë. Kur më ka thonë djali që mami tha, unë e tha, du me ta bo, tha, surpriza me shku zbashku, tha në haxh, se unë jetoj në Amerike dhe kështu diçka nuk kom mujt me besu, thësha, është e mundën atë. E derisa bëhen gati për këtë rrugëtim shpirtëror, ato tregojnë se në vendet e shenjta do të luten për familjet e tyre dhe për vendin. Që t'kena të gjitha, për gjithë. Lutje kom javët, ma shumë të për ata që nuk janë të zumë, Allah i uzoft. Edhe popullin tonë, inshallah Zoti e bashkan. E gjithëre kom qef Kosova me përparu, me qeni ma përpara, me konë bashku, me konë.